Palosim pak programin se çfarë pamë nga data 22 deri më datën 27 për publikun. Program okej, më faq. Do të thonë ne kishim shfaqjen nga Prishtina, ishte një shfaqje e teatri Bokshi me shfaqjen Streha e Nem, Ilir Bokshi ishte regji, pastaj kishim një shfaqje nga teatri i Shtipit në Maqedoni, pastaj kishim natën e 8 kishim teatr nga Greqia, me një shfaqje që mori shumë lëvdata, po ishte shkaku se shumë mirë tha antarja e jurista, po të kishte një çmim enkas, unë tha doja kisha dhënë kësaj shfaqje, ishte një shfaqje shumë e mirë, me thënë që hodhin martesa, po propozimi për martesën ne që merremi me teatr dhe aktrim, më thonë e kemi pas shfaqje semestri, kishim bërë diçka vërtet shumë mirë, shumë briljante. Pastaj kishim një shfaqje nga Vranja, qyteti i Vranjës, Serbi, kishim teatrin popullor të Maqedonisë dhe natën e fundit kishim teatrin shqiptar të Shkupit me shfaqjen Vdekja dhe Virgjeresha të regjisores Afrodita Nuri. Kur jemi Ishin 6 shfaqje, të gjitha ishin në konkurrencë, dhe nëse mund të lidhem për kjo, dhe me thonë prej të 6 shfaqjeve, dhe me thonë të rresht çmime i ka marrë shfaqja nga Vranja, Serbia, dhe me thonë ka marrë shfaqjen për aktoren më të mirë, çmimi aktorin më i mirë, kanë marrë çmimin për regjin më të mirë dhe çmimin për shfaqjen më të mirë, kurse teatri i Shtipit ka marrë çmimin për shfaqjen, do të thonë aktori më i mirë, çmimin për aktorin më të mirë, me shfaqjen e tjerë të dehur.